Më dolën bosh, domos nuk e djova. Edhe kishte pirë aq shumë ky, po aq shumë sa ti nuk e ke iden. E punë marrë sa i bëj me sheqer pse ne si u rritëm? Bën një moderne, se thosh nuk ka, hajde se më vlen nuk ka. Edhe thot nuk më intereson thot. E disa kohë që nuk e kanë takuar babain edhe vërtet 7 vjet. Po. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do shkojmë në Greqi, do të jemi në një zonë shumë afër Athinës dhe do të jetë një shqiptare emigrante prej shumë vitesh është larguar nga Shqipëria dhe është nëna e 3 fëmijëve, binjakët dhe një vajzë të vogël, por që i ka sjell nga martesa të ndryshme. Fatkeqësisht Enkeleda pas disa viteve martes, që solli një jetë binjakët, u divorcua dhe shkaku ishte se ish partneri i saj ishte një përdorues i rregullt i alkoolit dhe martesës i kishte ardhur fundi. Por edhe pse kanë kaluar disa vite që ajo është ndar dhe ka nisur një tjetër jetë, është martuar me një tjetër person dhe ka sjellë një jetë vajzën, problemet vazhdojnë me ishin e saj. Por çfarë ka ndodhur do të jetë vetë Enkeleda që ditën e sotme do na rrëfej këtë histori, kështu që hap dritaren dhe e ftoj. Enkeleda, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Greqia. Jeton në Greqi, çfarë vendi? Po, këtu e 20 vjet në Korint, afër Athinës. Kam parasysh atë vend, pa hyrë në Athinë. Po me një vend që në 2009 që kam ardhur këtu e deri tani. Ju më shkruajtët në Instagram dhe unë e lexova mesazhin tuaj. Po pra, unë po shikoja fakt atë live që ishte bërë sot me atë gruan që kishte kështu imazhin e mbuluar, ishte duke para aty kështuja. Dhe po e djoja, me vëmendje të kështu edhe thash, do të shkruaj edhe unë një Odetës sa kështu për kam një problem me kuptimin që nuk po gjej zgjidhje kaq vite. Dhe konkretisht të flasin të dyja, çfarë problemi keni ju? Problemi im është unë kam qenë jam martuar në 2019, diçka e tillë, 2011 diçka e tillë. U martu me ish bashkëshortin, kemi 2 djemë, shumë binjak, sot janë 13 vjeç. Kemi ndarë. Po, kam 2 vjeç dhe një vajzë. Jemi ndarë kur kanë qenë çuna 3 vjeç. Kuptova. Në 2016-ën, jemi martuar 2011-ën, në 2016-ën pastaj jemi ndarë. Nuk ishte na një problem ndarje njërën tjetrën një dhuna njërë, se nuk mund gënjej po që nuk duhet të gënjej, që ta bëjt keq baban atyre, o mos vetëm alkooli. Ishte një gjë që nuk ishte jaftë për shtëpinë, që nuk sjellte lek, nuk punonte, nuk vente, edhe thash sot deri këtu, dhe pse kisha kalamajnë, kisha frikë, thosha, si do t'ja dalë, si do t'ja bëj, po prapë kisha ndrim se kisha familjen time, edhe si përfundim mora vendimin që të dalin të dy. Edhe i tham unë i ke bërë ti ndarje në Shqipëri, edhe i kam dalin këtu të gjitha, i ke bërë ti ndarje në Shqipëri, punoja atëherë. Si përfundim dhe i tham unë, nga që unë nuk isha mundësinë. Edhe i them unë këtita që ti, vazhdoj ti të tëra proceset dhe këto dhe kur të doj avokatja që në marri mua në telefon, do t'i përgjigjem, se të tëra dje që unë nuk ishte më kësim brapa me të, dhe të tëra përgjigjem me ishin jo. Në rregull, kur ka që unë nuk kam qenë të asnjë seanë gjyqi kur është bërë ndarja në Shqipëri, të asnjë, mos të gënjej. Nuk e qenë prezent. Jo, nuk isha prezent, thjesht më merrte avokati që kishte kapur në lushnjë ti më merrte në telefon si ajo para për pajtim, për kalamajn, për njërin për tjetër. Por erdhi e fundit, kujdesarin në takovi mua fëmijëve. Unë e kam kujdesarin të çunave të dy. Si përfundim, pastaj doli gjyqi të borxhit të tëra, më merr telefon gjykata lushës, më thotë Enkeleda, hajde merrni divorcin e keni në gati. Në rregull. Vetë e marr Odeta dhe shikoj atje që ishte si për shembull për të 2 fëmijët në 2016 të flasim. Për të 2 fëmijët Për të 2 fëmijët, për çuna që ishin binjak ishte 100.000 lekë në muaj. Për të 2? Për të njëri ishte 100, tjetri 100, do mos për të 2 nga 100, 200.000 lekë. Të dyve. Detyrimi ushqimor. Po, detyrimi ushqimor. Në rregull, iku kjo e mora unë atë dhe e marrë ish burri në telefon. Jo vetëm një herë, 100 herë. I them ndër paguj kalamaj. Nuk kam. Pagu fëmijë, nuk kam. Nuk kam 1, nuk kam 2, nuk kam 3, nuk kam 5. Asnjëherë nuk më ka sjellë, më sjell vetëm një herë në vit kur këta kanë detlinje, datën 14 gusht, edhe kaq asgjë tjetër. Dhe të gjitha vitet që jemi ndarë, po afron tani gati 10 vjet nga 2016 deri 2026 se po vjen tani, asnjë lek për kalamaj. As i marri, as i shikoj, as flasi, as be, asgjë. E dashur Enkeleda, është bërë shumë vite që jeni divorcuar. Shumë, po të them
përgjithë 10 vjetë dhe nuk ka pagur për kalamajt, mund të ketë pagur në 10 vjetë të tëra kështu vetëm ato 6 vite që janë dhe të kështu kur ka pas vetëm linje dhe kam të tëra më sëriune që ka dërgur në këtu se ato nuk i shef tot. Ato nuk i mohoj asun. O mos muj për mu, si e kishte ligj ose ti marrë vite ato. Nëse për të marrë për takur nuk është e duan dhe këta nga që janë largur tani aftohu shumë që të dy dhe nuk e duan. Ajo pjesë nuk i detyroj, është një gjë tjetër s'ka gjë se unë jam sori mbaj dhe vet tani. Po do të them vetëm ushqimin të ushqimin që ka të detyrueshëm as atë nuk ma paguan. Edhe i thashë ti te polisim që folëm dhe këto kështuja se dhe ai jeton këtu në Greqi. Po. Ish bashkë. Jeton këtu në Greqi. Ditë kur ishte që folëm i thash, mos më bëj të shtatsoj punën deri në treni që bani shimin gjyqjen dhe këto kështu. Edhe më tha mua tha vetë ti veshta unë prap nuk kam. Nuk kam, thash gjej ku të dushtash. Afu di bie mos kam, ti nuk e? Atëherë si do rritet ta fëmijët e tan? Se fëmia sa më shumë që vinë që rritet dhe shuka më shumë, edhe pastaj më shumë të gjitha se kur janë të vegjël ligjinja, kurse tani që janë gjimnaz, janë vit 2 gjimnaz edhe këto kështu, dhe më bie keq. Jo se nuk është se nuk i rrisë edhe këto kështu. O mos i kanë lekë veta. Edhe po ti numërosh vitet që kanë gjithë që kemi ndarë me këto kështuja, i bie gati 15 milion lekë, mos më shumë. Por e dashur Enkeleta, ai në Greqi është punon. Po, edhe thot nuk ka, unë do të dërgoj dhe mesazhet që më ka dërguar ai si mos e thosh pas të më ish burri që flas, e vetëm gjë që më bie atë ta ka qenë që më bie, janë vetëm prokurat që kur udhëtoj që vinë në Shqipëri, që vinë lushnje, i në përvende të tjerë që kanë të sill prokurat dhe një herë tjetër ka qenë me prokurat nuk donte të sillte as ato, thjesht më tha mua nuk ka madhje, atë pullën që kemi neve për të kaluar doganat, letra. Po thot mua nuk ka madhje. Tash un punë për ty, do martosh vllai im. Unë për ty thash nuk më intereson kja, po s'ke adi. Unë do të bëjë të e ka munadin, nëse se ke ti lejen e kalimit. Nëse nuk e ke ti, thash do të sjell ty kalamajt me prokurë nga ana ime, thash kaloj ti, edhe pastaj do vetë të marrë në Shqipëri dhe hajde merri ti prap thash. Për ditën tjetër, ditën se do të vete 2 fish pastaj i hajde, ditën tjetër më ka sjell direkt prokurën e fëmijëve dhe u thova për Shqipëri pastaj. Por pse e bë këtë sjellje ai? Nuk e kuptoj dhe nuk është tani mbase nga ajo që është martur, si ta them ty më është martur, mos nuk e lajgruaj, po kjo s'ka ndonjë. Unë këto gjëra më duken kujtoj se unë jam martur prap. Edhe unë jam martur, kam bërë një gocë, jeta vazhdon, shumë mirë, shumë bukur, gjitha këto kështu. A mos nuk të daloj mua burri që kam tani, se dinë që fillim, dhe pse unë burrin e kam marrë beqar atë që kam marrë tani, pa martur, pa bërë, pa fëmijë, pa gjë, që në fillim, unë kam 2 fëmijë. Kjo është jeta ime, nuk mund ta mohoj. E qartë, nuk mund të mohohen fëmijët. Po pra, kurrën e kurrës, jo 30 kem, po dhe 30 kem nuk e mohoj kurrën e kurrës. Dhe nuk e di kush pjesë tani nuk ka. Dhe ta shikosh jetën që bën atë, unë shikoj jo se kam në Facebook, edhe to shumë mos herë të kalamaj sa ata i kanë edhe to kështu. Bën jetë moderne me të tëra, me të dalë, me të hengur, me të pirë, se thosh nuk ka, hajde se më ften, nuk ka. Po por i fëmijët interesohet në kuptimin që do t'i takoj? Jo, dhe kur ka qenë do të dërgoj mesazhe, po të them do të bëj ato të screenshot dhe do të dërgoj në Instagram të kur ka qenë që i thash shumë tani që ishin në Bush, që s'kishin vazhduar shkollat akoma, do i them hajde merri. Atë po atë ka ndërmend atë po mendoj thashë që të viti marr. Nuk e rritë merr. E ka ndërmend. Dhe sa kohë kanë fëmijët që nuk e kanë takuar babain? E di sa kohë kanë që nuk e kanë takuar babain me të vërtet 7 vjet. Wow. Po, edhe nuk i thonë as babi ose ai ose në emër. Kjo është fatkeqësi në fakt, sinqerisht. Tani janë të mëdhenj dhe e kuptojnë shumë mirë. Por ai nuk janë me aspekt. Ai në Greqi çfarë vendi jeton? Ai jeton Kallamat. Po, se kam parë tek këto. Kallamata nga neve është njësoj si Lushnjë Tiranë, ka qaf. Po pra, nuk është larg Kallamata me vendin ku jeton ti? Jo, fare, nuk është larg, edhe kam parë te ato që më bie te prokurat kur ikën në Shqipëri që shkoj vendin atje nga shkruar nga dërgohet. Enkeleta, kur ti ke vajtur në Shqipëri, pse nuk e vajtur te zyra përmbarimore? Me vendimin e gjykatës që ta ekzekutoj zyra përmbarimore. Në momentin që ai hyn në Shqipëri, ndalohet. I thon zotëri i dashur, ke disa pagesa për të bërë. O deta, më fal, e para punës do të flas shumë sinqerisht. Nuk kam pas dhe mundësi. Nuk kam pasur mundësi, nuk kam të rinj, kam qenë gjithmonë punë, shtëpi, kalamaj, të gjitha tani sikur jam çik më e lirë, kupton tani jam dhe me një partner tjetër, më ndihmon me të gjitha, nuk mund të hedh poshtë fare dhe me 2 çunat, për të gjitha më përpara kam qenë punë, shtëpi, kam pasur një punë të lidhur që nuk lëvizja dot as në një vend. Se nuk do të ikja nga puna se dia pastaj që po të ikja nga puna, që të kisha për dishmëri, e dia pastaj që do më bëni fëmijë. Edhe thosha do vi ora, se janë gjëra që nuk humbi kurrë, janë gjëra që nuk i njeh, sa do janë gjitha sistem që dalin. Kur të vi ora thosha që ti je pak më lirë, pak më të kështu, nuk do ta lë. Nuk do ta lë se Alek
Ja lete fëmijët e mirë, nuk është se po i kërkoj lek bosh, nuk më intereson, le të ketë miliarda me jetën e vetë, bëj çfarë do, gradacela, nuk kanë ngritur pallatet të gjithë. Mua më interesojnë lekët e atyre se janë të atyre. Edhe nuk mund thosh dot për 200.000 lekë, 200.000 lekë që rroga tu Greqitë të shumë, hajde mund deri 1.000 euro. Se 900 i marrun të puna që kanë të gjithë. Rrogat në Greqi është shumë ta 900 do t'i marri. Nuk e hitot, sikur për ditë të heqësh nga 2 euro, 3 euro, do t'i plotësosh ato 200 euro në muaj. Por i bie që ai të jetë një njeri i papërgjegjshëm. Një baba që nuk pagon detyrimin e fëmijëve është i papërgjegjshëm. O ti do të tregoj një rast tjetër tani afër në prill kur kam qenë në Shqipëri, tani që ishim në prill, më bravi djali dorë me kapsollë. Martoja vajtë dhe se marr nga kapsollë se plasin në Shqipëri. E qartë. Edhe bravi dorën djali, do të tregoj të gjitha me mesazhe me të tjerë. Bravi dorën djali në Shqipëri, edhe ngelëm gati 2 javë në spital atje në Lushnjë. Edhe vitu në Greqi, djali pastaj nga ajo që donte të sillë ai lekë dhe këto kështu, donte me blende telefon të mirë dhe këto, dhe thash mam tani nuk ka mundësi të paguajmë, thashë do ta marr telefonin dhe të gjithë. I shkruan të jatit. I thotë më dërgoj lekë se do bëj dorën operimin sot operacion plastik, se kam vrarë dorën kur ishte në Shqipëri, fare që ish vjera me vjerin, unë e kam komshi në Shqipëri. Dhe nuk pyetën një herë për djalin. Për djalin që si u bë, nuk ngeli njëri pa ardhur nga atë lagja, nuk pyetën një herë për djalin se thoshte si u bë çuni dhe këto kështu. Nëse ky pas ja gjysmë orë dhe unë isha në punë, më shkruan mua thotë, "Leta e vërtetë është që ka bërë graci dorën se më kërkoi lek." Ishte ha mos i jepi djali, edhe do t'i binte lek po, që nuk e thotë asnjëra ato lek po. Dhe thash po e vërtet. E dërgoj foton që do të dalë se kishte dorën që ka bërë copa. Dhe thash po e vërtet është, tash më vrapi kur shivoj në prill dhe dasmë këto kështuja. E ku ti mundsinë ta kështuja sa më shpejt të mundem sa do të bie. Si thash po i do të thosh se do ta bëjmë operacion plastik si të vëllai angishtat. Sa kur të mundem që të kem mundësi ta po do të sjell. Asnjë. Jo, po të them edhe vetëm mos frinje, do të ishim natë shiko ka prur vetëm kur kanë pasur ditëlindjet nga 100 euro, një herë në vit vetëm çdo kush që ka ditëlindje. Se janë të dy binjakë dhe kanë me një ditë. E qartë. Sa vjeç janë fëmijët? 13. Të ditë kur jam ndar, që kanë ardhur prindit me kamar se kam jetuar në Kallamatat, këtë kohë. Që unë nuk parambaj shumë me data dhe këto kështu, me gjithë ato që kam kaluar. E mbaj mend atë datë se them të kur ngjall një herë sikur u lumturova edhe një herë se ishte një gjë që unë jam ndarë një herë më përpara atë, tani 6 muaj më atë dhe i kam thënë prindit e mi si e kemi ne prindë shqiptar turp, jo një herë, jo tjetrën, si do të rrisë vetëm 2 kalamaj sikur nuk po i rrisë vetë që mua me mamë e babë më mbante, edhe kur i kam lindur fëmijët, babi më ka paguar operacionin dhe i thash, mos më çoni se unë do vi prap këtu. Nuk ishte i dhunshëm, që ta them dish burrë, që ishte i dhunshëm më rriftë më godisë në vend. O mos ishte i papërgjegjshëm. Edhe hera e fundit që i thash stop atë, deri këtu ka qenë një natë, kam qenë në Kallamatat, natë po them datë 9 bush që ka ardhur prindë mi më ka marr, edhe kishte pirë aq shumë ky, po aq shumë sa ti nuk e ke idenë. Edhe i them, hajde në shtëpi dhe më sill qumë se nuk isha qumësh. Që të dila vetë nuk isha lek në shtëpi që të veja ti merja. Ama s'isha kutilia dhe them më sill qumësh tash, edhe i prap. E punë marrë sa i bëj me sheqer pse ne si u rritëm. Të mërshme. Edhe marr, po e çova në telefonin çizim, thoshin prindët e janë në rregull se unë s'e them si tip jam shumë kështu, shumë e gojë, shumë e shkatë dhe kështu dhe ai ishte shumë ju si tip. Shumë. Edhe thoshin gjithmonë që e ke fajin ti se je shumë kështuja, si për shembull, thua këtu se unë. Se mua nuk unë shikoja mirë, prandaj thoshe këtu ku sa mua. Dhe sa më sa mami një ditë se jam për kalamaj shusi të verë, dhe kupton se ata fëmijë që nuk kanë bukë tani që bën dyll të verë, i thash nga ai që kalojnë mirë, prandaj e bëj të verë kalamaj. Mora vendimin në detaj dhe i thash po dhe prindë mi pastaj kështuja se thash ndava një 6 muaj dhe thash mos më çoni. Mos më çoni tu më kemi që. Ec thell prap thell mos ka ndryshuar tha, mos ka ndryshuar. Hajde tash se po iki për ju thash po un prap tu do vi, ta dini, sonë dia që nuk ndryshonte se pijen e kishte. O mos kishte edhe anën tjetër që nuk më godiste, nuk më pendonte, nuk më shante, po çetoj, afu vite dhe flinte gjuhë. Po dhe një ditë kur isha në Kalamaj do të që mbaj mend që kishte ardhur një shoqë ime nga Shqipëria këtu, dhe i thash mbaj çifti Kalamaj, sot thash vjen te deti neve thash kështu me shoqë të për një kafe për një këto kështu. Mirë, kishte ikur me shok, kishte pirë kështu Kalamaj, kishte marr biga. Të dy ishin bërë gjak, që kur vajta në shtëpi më ka ikë trurit dhe këto kështu, gjuhë. Pillova pastaj po vërtisja po bërti të kosa, furas nuk gjendas nuk vende kështereni të dekur, ai shumë kishte pirë. O do them, derisa ma mirë, se babi nuk ka qenë asnjëherë kështu, babi dhe me martesën e dysa, mos u marton me edhe kështu mos kalosh me të njëjtat. Se bujta shumë të parë. Se një stoj dhe kur ka qenë papi që më ka dërguar prap të ish burri, dhe ta i thash, ti po më dërgohesh për prap lek, ti do vjesh, se unë nuk kisha mundësi, jo se nuk punoj, nuk kisha mundësi atë ko se unë kisha fëmijë. Edhe prindri që të më thoshin edhe që jo rrit e burri, thosh nuk të ndihmoj me kalamajnë, që të veja dhe burri.
që ti mbaj fëmijët. Nuk ti mbaj do të thoshte mami dhe këto, po. E kuptoj. Mos ai thash. Çdo prind nuk kërkon ndarjen e fëmijës. Jo, nuk e kërkon, mos ata shikoni që nuk vente më. Nuk vente. Kur diçka nuk shkon. Kur më ka thënë Odeta që jepi fëmijëve ujë me sheqer se s'ka gjë ata se neve kështu rritëm sa punë e madhe tha, aty pastaj ka qenë tragjedi. Pastaj vetëm kanë thënë mami do të gjë. Hajde merr vetëm kalamaj tash për zotin e kam seriozisht tash mos përfundoj në përjetimore se është turp. Hajde merr vetëm kalamaj tash për mua tash mund drejtë vetë tash të bëhet çfarë të bëhet nuk më intereson. Fare dhe rrugët përfundoj tash, vetë fëmijët hajde merri. Edhe kanë ardhur me kanë marrë Odeta, pastaj ka kaluar gati një 2 javë, një javë, kështu, vazhdova pastaj po punoja në Ulli, në për lokale, në për këto pjatalarse, në për kuzhina, në për këto, derisa kam gjetur një punë stabil, po bëj këtu e 7 vjet që punoj me një fabrikë mjalti, që ka punën për ditë tjera këto kështu dhe prandaj kjo ka qenë arsyeja Odeta që unë nuk kam dashur të shkëputesh nga puna, se kam punën bazë atje dhe nuk është se më jep leje. Edhe nuk doja se nëse do ikja edhe unë nga puna, nuk do kisha mundësi pastaj që të gjeja një punë për ditë, se dimri është gjithmonë më vështirë. Enkelita, më lejo të pyes, më thej që ish vjerrën e kam pasur komshit. Domethënë, ish burrin i njohur vetëm me dashuri apo me mbledhëri? Po, jam njohur vetëm me dashuri që kur kam qenë para se të kam qenë atëherë Odeta 16 vjeçe. Ka qenë gabimi dhe më ka thënë babi se njifte babi dhe kështu se dhe ish vjerri është përdoruesi i alkoolit, kështu. Dhe më ka thënë, do bëhesh pismen. Atë dhe s'ka, ai ka qenë gabimi, në fakt babi gjithmonë kishte qef që unë vazhdoj shkollën vesha gazetare. Jo i thash unë. Jo dhe jo, dua atë dhe pikë. Më dolën bosh, domos nuk e djova. Pastaj kur ndodhi ajo që ndodhi, sa kur të thash unë, thash tani le, se nuk kam kuptim. Ti 16 vjeç, po ai sa vjeç ka qenë? Ai ka qenë 17, diçka e tillë, po ishim të dy shumë të vegjël. Bashkëmoshatar jeni? Bashkëmoshatar, ishim në 18 diçka e tillë aty ka qenë. Por ishim të dy të vegjël. Që në fillim të njohjes u martove që 16 vjeç apo më vonë? Jo, dhe ta ndenja 2 vjet. 2 vjet e pastaj në Shqipëri, pastaj po, ndenjem 2 vjet bashkë të dy, jemi fillur 2009, më duket diçka, po 2009 që era në Greqi, pastaj jemi fillur në prill dhe qershor kam marrë në Greqi të 2009-s, 2000 pastaj pullojmë dokumenta me të tjera me këto, o mos çelin e parë që kam marrë në Greqi kam punu pjatalarës, gjatë edhe se nuk dija gjuhë dhe gjitha këto kështu, punoja. Edhe pse punoja kështu të zezë, se nuk më mete njëri si isha e vogël për fabrika në për të tjera, kurse në 2011 pastaj në prill jemi kthyer në Shqipëri të 2011 se kemi bërë dasmën. 9 vjetë pastaj ka bërë çuna. Por si ka qenë jetesa jote me atë? Ai që në fillim ka qenë përdoruesi i alkoolit që është 18 vjeç, 19 vjeç? O mos në gjithmonë kemi të shpresën kështu e kuptoj, se do ndryshoj. Kisha të shtyr mami kështu se është turp. Jo këtë, atë, se për shembull bëja fëmijë se thonë që se për shembull kalamajt e lidhen me shumë një çift. Se mos ndryshon kur bëhesh me fëmijë të keq pastaj. Më keq. Nuk jam bërë pëshme fare për fëmijët, përkundrazi. Përkundrazi na kur fare dhe për tjetrën që kanë bërë dhe këto kështu, nuk bëjmë pëshme kurrë në kurrë, se 30 atje për zotin nuk e kanë fare problem të fëmijë se janë dhurat nga Zoti të jenë mirë. Po nuk dua që kalamajve të mirë dhe të kështu t'ja ha njëri hap. Jo, se nuk i kërkoj asnjë gjë më tepër përveç ato që i takojnë. 200.000 lekë, 200, i kanë të vetat. E qartë, ai është një detyrim ligjor, që ai duhet ta pagojë. Jo të tallesh, do t'i bie sot, do t'i bie nesër, jo s'ka mundësi, jo një jetës, si s'ke mundësi, ti më bërë mua jetë moderne, që unë nuk e bëj atë jetë, nuk ka mundësi. Mund të dalë njerë në mujt, po dola dhe këto kështu, nuk më del që të dalë ashtu, me një rrugë mujore që kam. Edhe me 3 fëmijë. Enkelita, ju sa vite qëndruat bashkë? Sa vite qëndruat bashkë të martuar? Ne qëndruam bashkë nga 2009 që ishim deri 2016. 7 vite. Aferisht aty 7 vite. Por, dua të pyes, në momentin që ti jetoje në lushnje me vjerrën, edhe ai... Nuk kam jetur Odeta. Jo, kjo ka qenë një pjesë në kuptimin që nuk kam jetur, se në prill jam fillur me këtë, edhe në qershor pastaj kam ardhur në Greqi të 2009. S'ka qenë shumë më shumë rrjetë shtëpia ime, nuk ishte se veja te vjerra dhe këto kështuja. Te vjerra nuk e vajte shumë ta 3-4 herë të tëra kur jam vetur në Greqi që veja 1 ditë, 2 ditë dhe këto kështu. Nuk është se kisha që mund fus vjerrë me vjerrin tani që kisha këtë, kisha atë. Me ata nuk kam pasur lidhje fare se isha larg. Dhe nuk kemi jetuar me ata. Por, marrëdhëniet e tua si kanë qenë me ata? Jo, shumë të mira, se vjerra ime ishte kështu sa ka mund që donte që po të them me tipin që kam unë, që nuk është se i pëlqen të them me tipin që kam unë, atë se kam të
Ktu ku them unë, sepse kur duhet bëj një gjë, mbase nga që mësova dhe vetëm aq vite që isha vetë si komandante e shtëpisë, çdo gjë e kisha vetë dorëzim dhe të tjerë, them do bëhet kjo që them unë. Dhe kam pasur të ditë dhe më përpara dhe këto këshuja, kur kisha të drejtë, thosha ktu ku them unë edhe kaq, po të pëlqej, këtë jam. Por kishte çik ish vjera ime kështu me kuzimin për të ndërhyrë. Unë mbaj mend Odeta ka qenë edhe tani që kujtove ish vjerën dhe to, se nuk është se më kujtoja shumë momente me ata se nuk kanë jetu, po më kujtohet vetëm momentet kur ka qenë që kemi bërë dasmën neve, që kemi bërë dasmën, të dy dhe bërëm dhe unë ne fakt kur jetonin bashkë të dy lekë që punova unë që kisha punuar dhe të kështu, i kisha dorëzuar të ish burri. Edhe ky e bëri dasmë, kurse mua ma bëri baba im dasmë, me lekë veta me të gjitha, se familja ime këtu në Greqi është kaq vite. Mua ma bëri baba im dhe pastaj ish vjera, kur ishte që do vinë në Greqi dhe të kështu dhe tha, dasmën e bëra vetë unë tha. Edhe lekë që kishte kontribuar që dasmë kishte 1 milion, sa ishin sa mund ishin 500-600 se kum pas kanë. Edhe tha ishin të mijat edhe të kështu tha dasmën e kam bërë vetë unë tha, nuk e bëri njëri. Që ishte gabimi im që ti kisha ndarë lekët edhe të kisha thënë ti për datën unë betimen. E qartë, e kuptoj. Nuk ishte se ishte grua kështu, e afrur, e dashur, ose to kështu, nuk ishim këto marrëdhënie dhe to kështu, ishim kundra si tip me njëra tjetrën. Marrëdhënie ftohtë. Marrëdhënie ftohtë, nuk ishim që them debate, sherrë, zgjidhje dhe to kështu, se 2 ditë që vijam nuk ishte se do gjenim rastin dhe to kështu për të zgjidhur dhe për to kështu. Më kujtohet edhe një rast tjetër Odeta, tani që po them, tani që më kujtove ti, 1 vjet, kur mbushën 1 vjet e bëram kështu të madhe, kanë ardhur këtu nga Shqipëria, erdhën tunja 2 ditë, 3 ditë. Edhe ishte mami im, kushuriat e mia të gjitha të kështu dhe i them unë që se ishin të dy këta, nuk është se i përballoja do dhe them mami, një mbaje ti, një ta mbaj thash na Vasilika ish vjera. Ta mbaj kjo thash. Edhe tha ajo tha, "Ua tha, mund të ikë të shplodhem sa si do ta që më mbante për ditë." Si do ta mbaj ose do të shplodhem sa atje si kishte kshurin e vet. Unë do të shplodhem sa me lodhën në rrugë, unë sa bëni çfarë do doni ju. Sa po ikë me madh, se i keni për të tonë, ka marr madhe dhe to. Kam durim më kalamaj, sa i mani vetë bëni çfarë don, edhe iku. Qartë, e kuptoj, sepse fakti që më the pak më parë që djali me një kapsol dëmtoi dorën, ajo nuk u interesua asnjëherë për nipin. Jo, edhe kam ndenjur Odeta që atë dasmën e vajt unë kam shkuar me lot kam ikur më i zi, ditën kur ka do të dërcem, do dërgoj të tëra foto të shikosh me Vigona që na kanë dhënë në spitali Luçi që se nuk lejohet ishte me Vigona me të tërë dhe mund plasë hemoragji. Kam ikur vetëm të dielën që ka qenë dasma 2-3 orë dhe jam kthyer prapë në spital. Se ka vrarë të hena dhe të dielën ishte dasma, datën 21 prill. Edhe nuk u interesu që nuk ngele njëri pa ardhur dhe tërë lagje që ishim aty në fshat dhe gjithë, edhe nuk u interesu që e morën vesh të gjithë, që jemi ngjitur aty dhe nuk tha që si është çunja të vite ta shikonte të pyese, që nuk i kanë dalur asnjëri. Përkundrazi, ka qenë një rast që i kanë përzënë unë, jo se i kanë përzënë, mos aty, kur ka pas lime, rastin të linë kemi qelluar një ditë në Shqipëri. Odete edhe vjen ish vjerri mua, me kishte një tortë dora, edhe 5.000 lekë. Gjaku jotja, unë nuk jam post, që të marrë kalamajt është të bje, të vishti marrë të hipi autobusit, është të paguj unë, është të paguj dhe hotelin atje të tëra, që ose ti ajsh, ta bëj unë, është s'ka problem, lere, është 1.000 euro halal t'i kërë, ta bëj unë, hipi autobusit, është unë, ta preson biletën, hotelet të gjitha dhe hajti shikoj një për të shërmjerit të tëra, pse nuk e bëndësh? Më vjen mua me 5.000 lekë tani në dorë thash, për kalamajt që po bën 2-3 vjet pa i pash që shumë rrallë në Shqipëri, edhe me një tortë këtu thash unë edhe këto kështu si isha të shtëpia babit, edhe tha babim sa nderën time mos e kalo, tha, dil për jashtë. Edhe ka ikur pastaj. Pra, sa herë që ti vjen me fëmijët në Shqipëri, marrëdhënia e fëmijëve me gjyshrit nuk ekziston ka. Nuk duan, edhe si më kanë thënë herën e fundit Odeta kur kemi qenë tani në prill, se në prill kemi qenë për dasëm. Mos ka më qoftë se do na çosh atje. Se kështë shovi një herë vlla im këta para 2-3 vjetësh, kështuja pa lejen time. Se din që nuk do t'i lejoja. Jo se jam kundër të akoj gjakun e vetë, nuk jam kundër. O mos që nuk më përgjigjem për fëmijët, nuk kam dhumë se të përgjigjem që të marrë unë fëmijët, ti qoj se do t'je, hajde meri, nuk të ndaloj. Te kam sende këtë pjesë, dhe pse nuk i pagur, nuk dua t'i ndaj për këtë pjesë. Hajde meri, për kundrazi, do të dërgoj ju të tëra skrisot që unë jam ajo që i them, hajde meri kalamaj. Edhe pa pagur. E qartë, kuptoj. Edhe nuk i merr. Ndoshta gjyshi është i pafajshëm në gjithë histori, baba i tyre është... Nuk e besoj, se po ti se gjyshi, nuk e besoj, po ti se gjyshi i pafajshëm dhe të shumë, nuk e ndalon të njëri gjyshin të vite ta shikon të fëmijë në spital. Po, që po të them, nuk ngeli njëri parë, nuk doja, as lek, as një gjë. Thjesht ai shikoj nipin, që u vrau bën copa, edhe nuk erdhi.
ke të drejtë për këtë pjesë. Ti ke qenë në Lushnjë kur ka ndodhur ky aksident dhe ata kanë qenë Unë kisha në Lushnjë atje në fshat e babën në Fishegan ku jetojmë atje dhe atje jetojnë dhe ata. Që nuk gjelin njëri pa marrë vesh. Tani ishte afër, po të them në prill kur kisha vaj për dasmën e vaj. Kam tërë 2 javë në spital sa dhe kalamaj, më ngjellën këtu në shkollë se nuk erdha dot, kam ardhur në fund të majit pastaj se nuk më lindte doktori që të udhëtoj me djalin se ishte shumë memargjitë dora. Se u bët copa. Në fakt, vjera me ish vjerin, e kanë ditur që djali tyre ka qenë alkolist, që pinte alkol? E dinin të gjotë dhe shumë mos u të bëndë përshtypje, se dhe ish vjera im, se them me një njerit alkoolizur ka jetur dhe kështu dhe ish vjera im ka që është përdërus i alkool, më shumë akoma. Edhe ishte një që nuk i bëndë përshtypje, është njësoj së shumë se njerës që pinë cigare? Po. Që thot e pi. Që i pinë të gjithë dhe të shumë dhe nuk i bëndë përshtypje dhe tyre alkooli, nuk i bëndë përshtypje. Por, mbase kanë përjetuar ndarjen dhe të shkojnë atë sy? Nuk e besoj të kem përjetuar të shujen, se unë nuk pa asnjë komunikim pastaj me këto kështu me ish vjerë ose të merreshin pyesin për kalamajt dhe të gjitha që kanë Facebook, nuk është puna se nuk kanë. Dukun persona se për kalamajt. Për kalamajt, jo për mua, fare. Fare. Dhe sinqerisht më vjen keq për këtë gjë, që fëmijët kanë humbur kontaktet me babain edhe me njerëzit e babait, duke ditur që janë gjaku i tyre. Është një gjë që nuk duan atë, jo se i imponoj unë dhe shumë, ku ta gjej vitimare. Sinqerisht atë më shumë për kalamajt të ndrojnë ambient ose edhe një herë tjetër që kishte bërë një kalamak ky, po e pash që ta prekën se ta janë ka bërë një çun tjetër me martesën që ka bërë. Po, që është normale. Po, nuk jam kundër, se unë kam bërë edhe që fëmija të rrojë sa malë, nuk që pun kam unë në kalamanin. Mbaj mend kur ka qenë që ka marrë një me miki në telefon dhe i tha që shikosa ke dhe një vëlla tjetër. Po e pas që kalamaj u prek shumë se si erdhi, kështu si ishte edhe me i vogël, tha, jo, tha, unë nuk kam as një vëlla tjetër dhe shu kam motor vetëm Margaritën që ka bërë mami, sa se qa bën ti, tha, nuk më intereson. Pastaj mora unë telefonin e dyta dhe i thash era parë dhe fundi, thash, që i fles fëmijëve në këtë mënyrë, thash edhe nga telefoni, që ata nuk kuptojnë, thash nuk po flet me mua, që kupton, thash çfarë do thotë një martesë tjetër edhe një fëmijë tjetër, thash, që ose do kalamaj, thash, të thosh që ke vëlla, se vëlla e ka nga babai, meri thash, nga afër të tregoje që ke vëlla, thash, për mua kalamaj, thash, unë të tremben edhe të fiksohen dhe të kështu si e quna edhe thash, jo ti. E qartë. Po jo, kështu e ka vëlla, thash, shumë bukur, e di unë e ka vëlla, thash, po të më hapërit nuk pse për 5 vëllezër, mos jo kalamajve thash. Se ma ju përgjithësi pastaj, tash një ti se ti sa pas telefonin. Ose kur e marrin të shkolla këtu edhe ta që marrin të shkolla se kanë për mbledhje prindësh dhe për të tëra kur nuk ka mundësi të vete unë edhe të kështuja. E thot, do vi. Por fëmijët kur ti flet nuk duan të takojnë babain se s'kan dashuri apo nuk flas sot eta. Nuk flas. Me ish bashkëshortin unë flas vetëm kur duar prokurat për Shqipëri, që do të në Shqipëri, se nuk i kaloj do fëmijët pa prokurat. Sepse kam unë përgjithësinë jo, prokurat po që i marr gjithmonë. Edhe mund të vëdhe në njerë që kjo pjesa shumë më shumë në pasaj me nevrikos, me mërzit, me bëndë, se përshë kurse dërgoj le kalamajve se di përgjigjen që do me japin, ose kur më thonë fëmijë që i thama tit, që në bjeri lek dhe nuk në bje, dhe nuk di që përgjigjet i thë dhe në heri thëmë, po qa lodhi, po ta fojt dini që nuk ju bje. E pse thot nuk në bje? Zemër, Engelida, unë t'jap një këshill, po të flasë si motër. Mundohu që me fëmijët mos t'ju ngelet traumë kjo pjesa që nuk e kanë dashurinë e babait. Se të rritesh pa dashurinë e njërit prind e vuan, absolutisht ata e vuajnë. Ata nuk e shprejnë base, po mos me ose dhe nga që janë të veqit, unë sunë me këtë pjesë, kështu si ta them unë të kështu, nuk është se i mungon e shumë të them të vërtetën. Mirë. Me ajsa shikoj unë këtu në shtëpisë, unë i kam përdit që jetoj edhe të kështu dhe kur ja kujton edhe këto kështuja, edhe kur e shumë kur i thua në njëherë që veni dhe kështu nuk dunë, nuk e ndjenjë. Unë jam e sigur që ti ke punuar nga mëngjesit dhe ndarkë që atyre mos të mungoj asgjë. Absolutisht që... Edhe 2 punë. E besoj këtë gjë, por ma beso, çdo fëmijë i do të 2 prindrit, të kur të rritet, ti ke të 2. Dhe mungesa e njërit prind, padyshim e bën që të vuaj. Dhe ata e vuajnë mungesën e ti. Ndoshta ajo dashuri që ju ka munguar ju shkëtyrë në urrëtie ndaj ti. Kështu që mundohu të flasësh me ta. Sidomos njeri se çunat kanë shumë tipe të ndryshme. Njeri është çik më i urtë dhe kështu njeri është më i ëdër, më kështu dhe thot ata që kanë përshëndet të kështu. Nuk e intereson. Edhe thot nuk më intereson thot.
Të thash nuk I thonë as babi as kështu, ose në emër ose ai. Por I the titi? Por ai vetë si ndihet kur fëmijët nuk I thrasin babi? E përjeton ai këtë gjë? Odeta nuk është se ta them me përjeton, po ta përjeton dhe ose ta ndjente dhe këto kështu do bënte diçka, do vinte ti me ose ta konte kalamajt dhe to. Afos, mund t'i marri kalamajt një herë, të thash kur kanë të linje, mos kujto se po flet me kalamajt, po I merr, po I bën. E qartë. Po, që ta kuptoj dhe këta kur dhe këto kështu nuk duan fare të hapi, nuk duan fare të flasin. Ja rritu. Jo si ndalësh, ata kanë telefonat e vetë, I kanë afina telefonet gjitha, I kanë shokët të tërë dhe të kështu. Thjesht I shkruaj vetëm herë vetëm që I shkruajnë ato kështu, kur ishte që I kishte kërkuar lekë, më sa mua tha se që ja kontrolloi telefonat të dyve, edhe pas mesazhet tona atje, merrti keq fakt. Dhe kishte shkruar që do ndërgosh lekë, kishte dërguar edhe voice me zemrat të tëra me këto kështu dhe kishte thënë ky ai kishte shkruar greqisht, I kishte thënë që nuk kanë lekë që të dërgoj ty, sa kurse për punsa janë më thosa janë për ditë në punë, janë për ditë në punë. Mirë, mundohu ta hap si këshill, mundohu të flasësh me fëmijët që të triqen nga kjo pjesë, mos t'i kërkojnë më para, shpjegoa këtë situatë. Ja kam thënë. Thjesht fiksoj se ata brenda vetes vetë dinë të pjesë, nuk kanë para nga ai ose çdo gjë edhe këto kështu. Thjesht vetëm kanë atë kështu kur I kap nga njëra ajo tekat si fëmijë, jo dua patini, jo dua këtë, jo dua telefoni, jo dua kështu. Po, është mosha tani ata dua vetëm 100 euro, dua njëra, dua tjetrën, edhe I them që do të paguaj, mami do t'i marrë këtë shoqat biri dhe I thotë ai gjysmë atitën, edhe t'i blejmë neve. Dhe them e harroni atë pjesë, mëse nuk se më vjen keq se shkoj që preken pastaj. Normal, është më se normale që ata të preken se kanë baba, sido që të jetë dhe kur dashuria për njërin prind. Edhe di që ai nuk I bie, Janë të zhgënjur. Pastaj që zgjidhen edhe mërziten, pastaj më vjen më shumë keq. Kjo është më e dhimbshme. Por partnerin tënd si e kanë pritur? Kostën ta që e doni shumë që në fillim. Është ta zgrek. Ka shumë marrëdhënie të mira dhe këto kështu nuk kanë fare kështu si zgjokë, flasin bëjnë, rrin nuk e kanë fare. Se është shumë kosta që I mbaj shumë afër kështu ja për çdo gjë. Nga emri Kosta është Teta Zgrek? Jo, është nga Pogradec. Mirë, më vjen mirë që edhe ai ndihet mirë me dy djemtë tu, edhe fëmijët ndihen mirë me të. Po, edhe nuk ndryshim thotë edhe kështu për çdo gjë, do thotë mirë ti me kalamajt, se nuk dua kështu thotë që të më marrin mua shumë me sy të keq ose të shofoli vetë edhe kështu, është pjesë për ty. Thotë sa të ke mundësi do të ndihmoj edhe kështu, po për këtë pjesë thotë merru ti, thotë nga që janë vetë çuna, thotë do të shumë kujdes, nuk duhet të preken vend, thotë jo. Që në fillim, kur ka ardhur këtu. Dhe më vjen mirë, është shumë e rëndësishme që ata e kanë pritur mirë martesën tënde të dytë. Sado që kjo gjë do të gjithmonë thosh kështu që si do reagoj Kosta, nga që Kosta ishte beqar, nuk ishte qenë ai martuar, thashë me 2 fëmijë, si do mësoj me ndenjur këtuja, do ta ketë shumë vështirë, se kalamajn, fëmia do të ka të veta gjitha, ziheshin vesh dhe këto kështu thashë ona. Më mirë mos vi fare tash se gjuna mësohet me neve këtu dhe këto kështu. Mos që në fillim e kishte kështu se si dukesh, sa ambientu dhe këto kështu, tani jo. Kjo është gjë shumë pozitive. Atë po të them janë për çdo gjë dhe këto kështu e që flasin, më shumë flasin me Kostën se kur kanë gjë sa me mua. Po roli kryesor I tij, që ditë ta menaxhosh situatën në shtëpi dhe kjo është kryesore. Për çdo gjë. Dhe I kam thënë gjithmonë kështu edhe si për shembull se janë çuna dhe këto kështu dhe gjithmonë kanë raste që jam shumë e rrept. Kur është për të qenë edhe këto kështu se e shikoj që janë shumë të hedhur si fëmijë, nuk janë kalamajt të tjerë të urtë dhe këto kështu se tani është teknologjia, po ti shikoj telefonat e kontrolloj gjithmonë, edhe kanë frikën. Dhe e kam thënë në shkollë, sikur nuk jeni fare. Me punën që kam dashur me të gjitha nuk kam mundje mami që të vijë ndaj në shkollë se më dëshu se pastaj do ngelim pa punë pa gjë edhe dyert nuk është se të bëj kështu jo. Jo. Por gjithsesi ti I ke lumturuar ata me një motor. Po, me motrën po. Ajo është e vogla e shtëpisë dhe ka sjellë gjithë lumturinë e familjes. Ajo është 3 vjeç tani Margarita. Edhe me Margaritën kënaqen të dy aty rrin dhe e duan shumë. Mos e rritet thotë teta thotë që se do ta smojnë çunat e ne nuk duam. Po vëllezër xheloz. Janë ato mos tani kështu që e di nga fëmijët gosat një aty të thonë jemi në dhënë se kanë 10 vjet diferenca Margarita, ata janë 13, Margarita është 3. Dhe se si duket kështu që do rritet Margarita do bëhet si këta, edhe pastaj thotë bobo thotë. E kuptoj. E dashur Kelida, ndalemi te problemi kryesor. Unë të këshilloj që rrugën e parë që ti do bësh për në Shqipëri, për në Lushnjë. Unë nuk është se do ta bëj, nuk kam plan fare rast për rrugë. Unë tani nga puna kam ikur.
Po. Ta miku se kam dalë, kështu që marr si quhet ajo si asistencë një vit. Po. Të lutem, mora asistencë një vit që doja, unë jo se më përzuri, unë punoj tani dhe të zezë. Unë mos marr të asistencë, unë punoj dhe të zezë, unë mos kam më shumë të lira që iki kur dua dhe vi kur dua, prandaj bëra këtë punën e asistencës një vit. Me 3 kalamaj që kam. Unë të mora tyja, se ti di më shumë gjëra, njeh më shumë njerëz në të gjitha, unë kam aq vite që jam largur dhe nuk njoh asnjëri, prandaj nuk jam marr me avokato dhe të njërin tjetër dhe këto kështu se nuk duaj që më mashtrojnë më gënjejnë dhe këto kështu se nuk kam mundësi që të paguaj tani si për shembull të paguaj dhe të bëj gjatë, nuk jam kundër fare. Si duhet të marrë dhe ti ke punën tate, çdo kush ka punën e vet, si duhet të paguar mund të puna do të avokatët të gjithë. Ekelida, padyshim që avokatët janë me pagesë në Shqipëri, në Greqi, kudo në botë. Se di, ti prandaj këtë të paguaj vetëm të kenë të problemi. Ajo që duhet bësh ti është nuk të duhet avokat. Me vendimin e gjykatës, që gjykata ka vendosur kujdestarinë e 2 fëmijëve. Divorci. Aty te vendimi i gjykatës shënohet, gjykata vendos kujdestarinë e 2 fëmijëve, nëna, babai, deturimin ushqimor 200.000 lekë të vjetra për fëmijët. Me atë vendim gjykate, ti do shkosh tek zyra përmbarimore në Lushnjë. Dhe do i thuash, babai nuk është përgjigjur për pagesën e fëmijëve, ja ku është vendimi. Dhe ata fillojnë procedurat, e telefonojnë atë zotëri, e njoftojnë, në momentin që ai nuk përgjigjet, ai momenti që hyn në Shqipëri ndalohet, sepse ka një denoncim të zyra përmbarimore për të paguar ato para. Dhe në momentin që ai nuk i pagon ato para, arrihet edhe me dënim deri në burg. Po këto nuk i dia në detajë, se mua më kanë thënë që duhet të kapësh. Jo. Kur kam pyetur. Ti nuk ke pse kap avokat, se ti nuk ke çfarë të zgjidhë avokati, ti e ke të zgjidhur çështjen. Ty ta ka e kam marrë vetëm unë, nuk kam marrë pagesën e fëmijëve. Po pra, ty gjykata ta ka vendosur se sa para do paguaj babai. Dhe është një zyrë tjetër në Shqipëri, shtetërore, që quhet zyra përmbarimore, që merret enkas vetëm me këtë gjë, të ekzekutoj vendimin e gjykatës. Ja i jep zyrës përmbarimore, i vë kontaktin e ish bashkëshortit, i jep adresë ku jeton dhe merret zyra përmbarimore. E njofton zyra përmbarimore për të bërë pagesën. Ai nuk përgjigjet 1 herë, 2 herë, 3 herë, momenti që hyn në territorin e Shqipërisë, ai ndalohet. Ndalohet sepse ka një denoncim. Dhe kështu gjërat zgjidhen. Nuk ke pse të marrësh avokat në mënyrë absolute. Momenti i parë që vjen në Shqipëri, më telefonon dhe mua, e ke numrin tim dhe do ndihmoj unë te zyra. Do të ndihmoj dhe unë te zyra përmbarimore në qytetin e Lushnjës, që ti bësh të gjitha këto procedura. Nëse ai nuk merr vesh me telefon, me fjalë që ti i thuaj të lutem pago lekët dhe ai të gënjen, atëherë drejtohu zyrës përmbarimore. Për herë të fundit mund ta njoftosh për respekt si ish partner, e merr në telefon dhe i thuaj do më paguash parat apo të denoncoj të zyra përmbarimore. Vendose në djeni që unë do të bëj denoncim të zyra përmbarimore për parat dhe pastaj merre zyra përmbarimore. Me të pjesën e telefonit do deta nuk merre me se unë me telefon po bëj 6 vjet. Mirë, është drejta jote. Edhe thot mua nuk kam. E qartë. Unë tani prandaj thash, do të flisja me ty dhe çfarë do që të më thoshit me udhëzoje dhe të këshuja, që që kam më shumë kohë tani që nuk jam në punë lidhur dhe mund të ikë puna tani, që kam ditët më shumë më të vllai dhe të këshuja, prandaj thash, do të flisja me ty, se mua më kanë thënë që duhet të hap gjyqje dhe të këshuja për pagesën. Jo, nuk ka lidhje, po çfarë pagese ti e ke të caktuar nga gjykata pagesën? E kam caktuar këtu e 6 vjet. Po pra, është caktuar me ligj, ty të takon që babai të pagoj 200.000 lekë, ka vendosur gjykata. Shko te zyra përmbarimore, bëj denoncimin, merre zyra përmbarimore me atë gjë. Di ajo se si ja bllokon parat aty dhe si ja merr parat. Nëse ai s'ka para, ajo pasuri që mund të ketë ai në emër të tij, konvertohet dhe t'i jepet ty. Është fare e thjeshtë. Dhe në momentin që ai s'paguan apo nuk ka konvertim, ligji parashikon dhe me burg. Janë dënuar nëna në Shqipëri që kanë lënë fëmijët dhe nuk kanë paguar deturimin ushqimor dhe janë futur në burg. Janë dënuar. Kështu që prandaj të thash, ti mund t'ia bësh një telefonat dhe t'ia tregosh këtë gjë, nëse ai nuk e di. Zotri, është kështu ligji. Do paguash apo do ndetyrohesh të vetë të denoncoj të zyra përmbarimore. Gjithsesi e dashur. Unë ka qenë një detaj që i thash kështu që thash do vetë deri te jeni çabani dhe kështu dhe tha motha, sa fund s'kam lek. Kjo ishte përgjigje. Po mirë, do di zyra përmbarimore, t'japi asaj përgjigjen ai që s'kam lek. Po. T'japi asaj. E dashur. Prandaj po të them, nuk merr me atë pjesën e atë të
kështu se di përgjigjen atij që do mësoj, po të them të dërgoj mesazhet që nga dita që jemi ndar. E deri më sot që po flasim bashkë të dyja, kush ka qenë, kur të ke mundësi do të bie. Po se fëmijët do han vetëm kur ka i mundësi. Kalamajt do rriten me që nuk pati kur mundësi, po duhet të thënë që kalamajt do rritesh që me ajër dhe do rritesh 23, më të hanta ai dhe më sani kalamajt. E kuptoj. Mirë, Enkelida, ne do mbetemi bashkë në kontakte dashur. Po, Adeta, patjetër. Dhe ti kur ti jesh në Shqipëri, po, mund të më telefonosh dhe unë do të ndihmoj, patjetër. në rregull. Shumë faleminderit dhe për të gjë do flasim prapë të takojmë edhe nga afër. Të falenderoj dhe unë dhe të përshëndes nga Tirana. Shumë faleminderit gjithë mirat. Mirupafshim. Përqafoj fort. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.